Gjykata e Apelit ka shpërsuar masat e sigurisë të vendosura më herët nga Gjykata e Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë për disa prej personave të vënë në akuzë në lidhje me ndërtimin pa leje dhe legalizimin e tyre në zonën e Ranës së Hedhun në Shëngjin. Por ish drejtori në Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Gentian Malotaj, si dhe për përgjegjësin dhe ish përgjegjësin e legalizimit Artmir Maxhuni dhe Artur Shabaku janë vendosur masat e sigurisë arrest në burg për veprën penale shpërdorim detyre. Ndërsa për inxhinierët Luiza Bala dhe Hekuran Gjina, Gjykata e Apelit ka ndryshuar vendimin e Gjykatës së Lezhës nga masa detyrim paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë vendit në masën e sigurisë arrest në shtëpi për veprën penale të falsifikimit të dokumentave. Ndërkohë, për dy drejtuesit e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Lezhë, Flori Gjini dhe Kolmalaj janë lënë në fuqi masat e sigurisë ndalim për të dalë jashtë vendit. Gjithashtu, është lënë në fuqi masa e sigurisë arrest në shtëpi për Pjetër Tuçin, i cili akuzohet për veprën penale ndërtimi i paligjshëm. Ashpërsimi i masave të sigurisë u kërkua nga prokurorja e çështjes Iva Harka, e cila ankimoi vendimin e Gjykatës së Lezhës në lidhje me 8 personat e vënë në akuzë. Ata dyshohet se janë implikuar në një rast të ndërtimit të paligjshëm në zonën e Ranës së Hedhun në Shëngjin, ku hetimet e prokurorisë së Lezhës në kuadër të procedimit penal numër 135 të vitit 2025 kanë zbuluar se janë kryer pa leje dhe më pas janë legalizuar në kundërshtim me ligjin. Deri në fazë të hetimeve janë vënë në sekuestra preventiv 4 objekte, ndërsa veprimet e organit të akuzës vijojnë për dokumentimin e rasteve të tjera të kësaj natyre në zonën turistike të Shëngjinit.